Dokumenti I parë ku përmendet Dibra në historinë europiane është Harta e Ptolemeut në mes të shekullit të dytë, në të cilin kjo krahin quhej Deborus. Perandori bizantin Bazili II I referohet gjithashtu në shkrimet e tij në vitet e mëvonshme. Sot, Dibra është e ndarë mes kufive shtetëror të Shqipërisë dhe Maqedonisë, por ajo që nuk është cënuar ndër shekuj është popullsia me shumicë shqiptare. Një vend ku turizmi ndërthuret shumë mirë me biznesin dhe ku kënaqësia e traditave të zonës miksohet më së miri me oportunitete për investime. Me këtë synim, zyra ndërkombëtare Invest Macedonia në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Turizmit për herë të parë organizuan një tur historik promovues në Dibër. Ky aktivitet tepër I veçantë sipas organizatorëve e realizoi misionin e tij për promovimin e turizmit, rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe thellimin e bashkëpunimit ekonomik në të dy anët e kufirit. Qëllimi I këtij promoturi ka si fokus që të rrisë paketa turistike ndërkufitare dhe rajonale, si dhe rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe investimeve. Si rezultati I këtij infoturi do të jetë që operatorët turistik shqiptarë dhe media shqiptare do të informohen me bukuritë detaje të qytetit të Dibrës dhe rrethinës, siç janë ligjat, spa qendrat, xhamitë e ndryshme, kishat, edhe bukuria tjera natyrore që I kanë pa operatorët turistik shqiptarë dhe mediat gjatë këtyre 2 ditëve. Ky është një aktivitet që ndodhen për herë të parë dhe janë të involvuar zyra ndërkombëtare Invest Macedonia Shqipëri-Kosovë, si dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit të Shqipërisë dhe Bashkia e Dibrës, joint venture që ndihmon në rritjen e paketave turistike dhe shkëmbimet tregtare dhe investimet. Por nuk mjafton vetëm me kaq. Për të arritur gjithë këto gjëra duhet edhe ndërtimi I infrastrukturës. Për shkak se ne jena 2 vende aq të afërta, atë kena shkëmbime tregtare kaq të vogla. Agjencia turistike shqiptare, media dhe operatorë të ndryshëm të zonës patën mundësi të shkëmbejnë përvojat, por edhe të njihen me atraksionet e zonës, një gamë e gjerë në këtë qytet të diskriminuar nga politika slave me bazë në Shkup. Kërkesa ka shumë për Maqedoninë, sidomos për Dibrën e Madhe, për ligjet. Normalisht kjo zonë njihet për ligjet që ne po I vizitojmë dhe janë shumë të mira, ofrojnë kushte për të gjithë llojet e njerëzve, për të gjitha mundësitë, domethënë, duke dhënë shërbime shumë të mira dhe mjaft cilësore, nga kategoritë më ekonomike deri ato që shohim këtu që janë shumë luksose, domethënë. Është e mirë domethënë që klientët shqiptarë të bëjmë edhe një farë turizmi patriotik, dhe të vinë këtu domethënë të shfrytëzojmë këto mundësi. Pastaj kemi parë këto dy ditë kemi parë shumë bukuri natyrore, si dhe disa pika historike që domethënë edhe për t'i sjell njerëzit për një weekend këtu mund të kalosh shumë bukur domethënë. Dhe me kthitja këtu domethënë ndihemi si në shtëpinë tonë. Banjat termale në Dibrën e Madhe janë konfirmuar në vitet e fundit me prepotencë si një destinacion serioz turistik, jo vetëm për turistët në moshën e tretë për shkak të vlerave kuruese, por edhe për moshat e mesme në kërkim të qetësisë së munguar. Që 50 vite, shumë mirë kum di, thomi, për mjedisin, për shpinën, për bubreket, për çfarë do. Edhe kom pas edhe problem me, si thoni këtu, me barkun, pi atje ujë ka ujë naturale, është shumë mirë edhe më ka bo mirë. Po them që se cili që ka të vi, thomi, që ata pare që ka I haxhojnë këtu janë halal për mu. Shumë, se ka, thomi, shumë gjojat mira, me të vërtet, thomi, që kanë ndihmojnë, thomi, për trupin, sidomos ai uji, thomi, atje, që shkojmë ke banja, thomi, edhe kushtet janë të mira, thomi, hotelet janë të mira, njerëzit, na presin shumë mirë, shumë bukur. Vetëm pak orë larg kryeqytetit shqiptar, kjo trev shqipfolse me bujarinë dhe mikpritjen e saj I konfirmoi edhe grupit më të ri të vizitorëve se çdo vizitor nga Shqipëria e kufive zyrtar do të ndihej si në shtëpi. Xhamitë e vjetra, kishat që datojnë shekuj të kaluar, banjat e Dibrës dhe liqeni janë vetëm disa nga oazet kulturore dhe natyrore të zonës. Xhamia e Inqarit ose ndryshe Xhamia e Pendimit e ndërtuar në vitin 1467 nga sultani Fatih Mehmeti II është një ndër xhamitë e para në Ballkan. Mes tempujve fetar të famshëm është edhe një I tillë kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë, xhamia me 100 dritare e ndërtuar nga komuna e Dibrës me anë të donacioneve të emigrantëve.
Manastiri i Shën Bigutit, i cili ka emrin Bigur dhe është ndërtuar në vitin 1836 nga babe birë shqiptar, Danieli dhe Mihali, u përvetësua në harkun e viteve nga slavo-macedonasit, të cilët i ndryshuan edhe emrin. Në këtë manastir gjenden piktura të ralla të bëra nga piktorët më të njohur të asaj kohe të Ballkanit. Nga turizmi në biznes, Dibrën e ndan një vije holl, pasi pasuritë e mëdha natyrore kanë tërhequr edhe gjigant botror me investimet e tyre. Malet e pasura me gips kanë bërë që edhe një kompani e njohur si Knauf të aplikonte teknologjinë më moderne për një material 99% të pasur, diçka që gjendet përveç Dibrës vetëm në Meksik. Këtu jemi rreth 500 metra në brendësi të minierës së Dibrës së Madhe në Maqedoni. 99% gips i pastër i cili më së shumti eksportohet jashtë Maqedonisë. Kjo çka shifet ki kristali, që quhet selenit, edhe është me një pastërti gati 99.9% i pastër. Ne prej këtij gipsi që shifet këtu, ne kemi prodhu gips në mjeksi, ose gips medicinal, të gjithë këto që në gipset speciale, edhe kjo ka një vjetërsi, ki korridor është japun nga viti 1962, kurse sipër ka lart kemi edhe 2 katet, 2 vende janë gati është e përhapun ky lloj gipsi. Në Dibër edhe në Meksik. Stabiliteti brenda është në një shkallë shumë të lartë. Edhe nuk kemi pas brenda këtu ndonjë shembje. Sa i përket rezervave, thamë që këtu janë brendësia gjithë këtij malit, si përfaqësore që përfshin deri në gjatësi 10 km, kurse brendësia është gati e gjithë është i kristalt. E çtash ne do të ecim në gjatësinë e këtij korridorit, edhe do t'i shohim këto shtresat të këtij lloji kristali. Një ndalesë interesante ishte dhe fabrika e jufkave, një prodhim tradicional shumë i njohur dhe i vlerësuar në këtë zonë, por që rruga e Arbrit e mbetur në letër vështirëson së tepërmi eksporte drejt Shqipërisë. Kjo është një fabrikë ndërtuar prej vitit 1997 e deri tani. Këtë kemi bërë, kjo është fabrika prej 600 metrë katror, kapacitetin e ka deri 2400 kg në ditë. Momentalisht prodhojmë 1200 kg me 6 vetë të punësuar. Sipas nevojës, në qoftë se duhet mbrim deri në 2400 kg në ditë. Eksportojmë, eksporti bëhet për Shqipëri edhe një pjesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E më së shumti pjesa më e madhe shpërndahet në Maqedoni. Kemi disa lloje të jufkave, jufka Dibrani, tamam ato që i shihni, kemi edhe pasta shorta, makarona të disa llojeve, fide, tarana të shumë llojeve. Rruga e Arbrit është e mirë pritur dhe me evonuar bile me ndërtimin asaj, se infrastrukturën veç e kemi ndërtu pikërisht për atë, se shumë më afër e kemi Tiranën për eksportin e prodhimeve tona, se sa diku tjetër. Nga këtu përballë nesh është fusha e Gjuricës, nga këtu Tirana s'mana 70 km. Kështu që me unis me 7 km në orën 8 të mëngjesit, nga këtu në orën 9 jem faktikisht në Tiranë. Kam një fermë e cila posedon rreth 600 kres dele, edhe një pjesë të fermës për momentin është jo funksionale për rritjen dhe zhvillimin dhe kultivimin e viçave. Kam pas një eksport për Shqipëri me viça, për momentin nuk jam duke e ushtruar atë aktivitet. Agjencia Kombëtare e Turizmit ka shprehur vendosmërinë për të promovuar të gjitha trevat shqip-polse, brenda dhe jashtë kufive, dhe kjo përfshin edhe lixhat e Dibrës së Madhe, aty ku 60% e vizitorëve vinë nga Shqipëria.
Ky tur 2 ditor në Dibër të Madhe ka një rëndësi të veçantë, dhe pikë pari hap, le të themi, siparin e takimeve midis operatorëve turistik edhe mediave që vinë dhe shohin këto vende këtu në Dibër të Madhe. Ne si Agjenci Kombëtare e Turizmit nuk promovojmë vetëm Shqipërinë brenda kufive, por edhe jashtë kufive, gjithë trevat shqiptare kudo që ndodhen në Maqedoni apo Kosovë. Është e rëndësishme që ne të kemi një fokus të veçantë drejt trevave, sepse mund të ofrojmë paketa të reja turistike që lidhen me turizmin ndërkufitar. Këto paketa mund të preferohen jo vetëm nga turistët shqiptar që mund të vizitojnë banjat termale, që datojnë që nga një periudhë shumë e lashtë historike, por edhe turistët e huaj që janë të fokusuar në këto pika turistike me rëndësi të veçantë. Dibra e Madhe nën brigjet e lumit të Radikës është një zonë e cila diskriminohet ekonomikisht nga qeveria e Maqedonisë, ndërsa mbetet me shpresën se qeveria shqiptare do të bëjë më shumë për një trev të shkëputur me dhunë nga kufit administrativ në harkun e historisë.